Dashi. Dielli do ju ndihmoj sot të shihni anën më të bukur dhe më pozitive të jetës, duke ju mbushur me energji dhe optimizëm. Nëse jeni në një lidhje, do jeni në një harmoni të plot me partnerin dhe do dashuroheni pa rezerva. Çdo moment së bashku do jetë i ngrohtë dhe i sinqert. Beqarët nuk do lodhen se kërkuari dashurinë, edhe pse rezultatet mund të mos jenë menjëherë ashtu siç i kishit imagjinuar. Dita do jetë gjithsesi interesante dhe plot lëvizje. Në punë mund të ndiheni disi në presion, por kjo nuk do ju pengoj të realizoni objektivat tuaja. Financat do mbahen nën kontroll dhe investimet e menduara mirë nuk do ju vënë në vështirësi. Shëndeti, energjia është e mirë, por mos e teproni me angazhimet. Një shëtitje ose pak ajër i pastër do ju bëj shumë mirë. Këshilla e ditës, shijoni momentin pa u shqetësuar për atë që ende nuk ka ardhur. Demi. Kjo do jetë një ditë e qetë dhe harmonike. Do jeni në humor të mirë, kureshtar dhe të hapur ndaj të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje, do përjetoni çaste të këndshme dhe do e vlerësoni edhe më shumë partnerin. Harmonia do mbizotërojë gjatë gjithë ditës. Beqarët nuk duhet të largohen shumë nga mjedisi i tyre i zakonshëm për të kërkuar dashurinë, sepse rrezikojnë të ngatërohen më shumë se sa të gjejnë atë që duan. Në punë, kreativiteti dhe imagjinata do jenë në kulm dhe do arrini qëllimet që i kishit vënë vetes. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, mos prisni fitime të mëdha të papritura. Shëndeti, gjendja fizike dhe emocionale është e qëndrueshme. Ruani këtë balans me ushqim të rregullt dhe pushim të mjaftueshëm. Këshilla e ditës, thjeshtësia sot është çelësi i qetësisë suaj. Binjakët. Sot do tregoheni më serioz dhe më të organizuar se zakonisht. Do jeni të kujdesshëm në çdo veprim dhe do merrni përgjegjësi pa hezitim. Nëse jeni në një lidhje, ndikimi i Venusit do ju afrojë edhe më shumë me partnerin. Të dyja palët do lëshojnë pe dhe marrëdhënia do bëhet më harmonike. Beqarët mund të përjetojnë edhe dashuri me shikim të parë. Në planin profesional dhe financiar dita do jetë shumë e suksesshme. Do dini si të veproni dhe çdo vendim do merret pas llogaritjeve të kujdesshme. Shëndeti, do ndiheni mirë në përgjithësi, por shmangni lodhjen mendore nga mbingarkesa. Këshilla e ditës, organizimi i mirë ju çon gjithmonë drejt suksesit. Gaforja. Edhe pse dita nuk do jetë shumë e lehtë, do arrini të bëni kompromiset e duhura dhe në mbrëmje do ndiheni më të qetë. Në çift mund të lindin dyshime dhe tensione, por shpejt do e kuptoni gabimin dhe do kërkoni falje. Beqarët do kenë shumë pretendent, por nuk do nxitohen të bëjnë zgjedhje. Në punë asgjë nuk do vijë lehtë, por me këmbëngulje dhe besim tek vetja do gjeni zgjidhje. Financat do mbahen nën kontroll fal kujdesit me shpenzimet. Shëndeti, ndjeshmëria emocionale është e lartë. Kujdesuni për qetësinë tuaj mendore. Këshilla e ditës, mos u friksoni nga gabimet, por mësoni prej tyre. Luani. Sot do ndjeni nevojën të mbroheni nga energjitë negative që ju kanë rrethuar kohët e fundit. Në çift, pavarësisht ndërhyrjeve të jashtme, do ruani harmoninë dhe pasionin. Do dashuroheni pa kufi dhe do përjetoni emocione të forta. Në punë, për shkak të disa kolegëve, mund të mendoni për ndryshime apo riorganizime. Financat kërkojnë përmbajtje, shmangni shpenzimet e panevojshme nëse doni stabilitet. Shëndeti, energjia është e mirë, por mos e shpenzoni pa kriter. Këshilla e ditës, mbroni atë që është e rëndësishme për ju pa u izoluar nga të tjerët. Virgjëresha. Ndikimi i Marsit do ju bëj kokfort dhe të paduruar, gjë që mund të krijojë tensione në çdo fushë. Në çift, mungesa e bashkëpunimit do sjellë debate të shpeshta. Beqarët duhet të dëgjojnë këshillat e miqve për të shmangur zhgënjimet. Në punë do përballeni me situata delikate dhe gabimet mund të ndikojnë në vlerësimin që kanë të tjerët për ju. Financat janë të rrezikuara nëse nuk tregoheni të arsyeshëm. Shëndeti, stresi dhe nervozizmi mund të ndikojnë negativisht. Pushimi është i domosdoshëm. Këshilla e ditës, ulni tonet dhe dëgjoni më shumë përpara se të veproni.
Peshorja. Mbështetja e Venusit do ju jap krah gjatë kësaj dite. Do ndiheni më të lirë për të folur hapur me disa persona që ju rrethojnë, ndërsa me disa të tjerë do vendosni të mbani distancë përfundimtare. Nëse jeni në një lidhje, një fllath i freskët do ju qartësoj mendimet dhe do ju ndihmoj të kuptoni më mirë se çfarë hapash duhet të hidhni më tej. Beqarët do dinë si të joshin dhe mund të përjetojnë një flirt apo një histori kalimtare, larg monotonisë. Në punë, përpjekjet e bëra kohët e fundit do japin rezultatet e shumë pritura dhe do ndiheni krenar për veten. Financat nuk do përmirësohen në mënyrë spektakolare, por do jenë të kënaqshme dhe të qëndrueshme. Shëndeti, gjendja emocionale përmirësohet ndjeshëm. Kujdesuni për ekuilibrin mendor dhe shmangni lodhjen nervore. Këshilla e ditës, mos kini frikë të hiqni dorë nga ata që nuk ju bëjnë më mirë. Akrepi. Sot do tregoheni shumë perfeksionist dhe do dëshironi që gjithçka të ecë sipas planeve tuaja. Nëse jeni në një lidhje, shmangni ankesat sepse partneri do di si t'ju dashurojë dhe si t'ju bëjë të ndiheni të përmbushur. Sa më të duruar të tregoheni, aq më shumë do fitoni. Beqarët do marrin mesazhe apo sinjale të fshehta nga dikush që i pëlqen prej kohësh, mos i refuzoni pa reflektuar. Në punë do veproni me përpikmëri dhe profesionalizëm, edhe pse rivalët nuk do mungojnë. Financiarisht, yjet ju favorizojnë. Shëndeti, energjia është e mirë, por mos e teproni me stresin dhe perfeksionizmin e tepruar. Këshilla e ditës, jo gjithçka duhet kontrolluar deri në detaj për të qenë e suksesshme. Shigjetari. Sot është e rëndësishme të tregoheni më të hapur ndaj kritikave të afërmve apo miqve. Mos i shmangni bisedat, por përpiquni të kuptoni arsyet e vërteta. Në çift, kjo nuk do jetë një nga ditët më të mira dhe mirëkuptimi mund të jetë i vështirë në disa momente. Beqarët do tërhiqen fort nga dikush, por do duhet të gjejnë guximin për ta shprehur hapur. Në punë, shmangni nxitimin sepse gabimet mund të sjellin pasoja. Financat nuk janë të këqija, por kursimi është i domosdoshëm. Shëndeti, kujdesuni për lodhjen mendore dhe mos i mbani tensionet brenda vetes. Këshilla e ditës, dëgjimi me vëmendje shpesh vlen më shumë se kundërshtimi. Britsjapi. Planetet do ju japin më shumë vullnet dhe këmbëngulje, duke ju ndihmuar të mos ndaleni përpara pengesave. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni momente të bukura dhe partneri do tregojë më shumë vëmendje e dashuri ndaj jush. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj provokimeve dhe të mos pranojnë menjëherë çdo propozim. Në punë, një projekt i ri do ju ngjall interes dhe do e nisni me entuziazëm. Financat mund të dobësohen her pas here, ndaj menaxhimi i kujdesshëm është i domosdoshëm. Shëndeti, mos e lodhni veten tej mase. Pushimi është po aq i rëndësishëm sa angazhimi. Këshilla e ditës, mos e prekni kursimin pa një arsye vërtet të fortë. Ujori. Gjithçka do ju ecë mbar sot dhe nuk do përballeni me vështirësi serioze. Në çift do tregoheni më të përkushtuar dhe do ndiheni shumë mirë pranë partnerit, madje mund të flisni edhe për plane afatgjata. Beqarët do kenë ide të qarta dhe do veprojnë me maturi, duke hapur një kapitull të ri në jetën e tyre. Në punë, aftësia juaj për të analizuar detajet do ju ndihmojë të shmangni gabimet. Financat janë disi të dobta, por me kujdes do i mbani nën kontroll. Shëndeti, gjendja është e qëndrueshme, por shmangni mbi ngarkesën mendore. Këshilla e ditës, planifikimi i mirë sot ju shpëton nga shqetësimet e nesërme. Peshorja. Mbështetja e Venusit do ju jap krah gjatë kësaj dite. Do ndiheni më të lirë për të folur hapur me disa persona që ju rrethojnë, ndërsa me disa të tjerë do vendosni të mbani distancë përfundimtare. Nëse jeni në një lidhje, një fllath i freskët do ju qartësoj mendimet dhe do ju ndihmoj të kuptoni më mirë se çfarë hapash duhet të hidhni më tej. Beqarët do dinë si të joshin dhe mund të përjetojnë një flirt apo një histori kalimtare, larg monotonisë. Në punë, përpjekjet e bëra kohët e fundit do japin rezultatet e shumë pritura dhe do ndiheni krenar për veten. Financat nuk do përmirësohen në mënyrë spektakolare, por do jenë të kënaqshme dhe të qëndrueshme. Shëndeti, gjendja emocionale përmirësohet ndjeshëm.
Kujdesuni për ekuilibrin mendor dhe shmangni lodhjen nervore. Këshilla e ditës, mos kini frikë të hiqni dorë nga ata që nuk ju bëjnë më mirë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.